Debati me Selinës dhe Mirit shpërtheu papritur në shtëpi, duke krijuar një situatë shumë të tensionuar që tërhoqi menjëherë vëmendjen e të gjithë banorëve. Gjithçka nisi pas disa diskutimeve të mëparshme dhe situatave që kishin krijuar dyshime dhe pakënaqësi tek Selina, e cila këtë herë vendosi të flasë hapur dhe pa u përmbajtur. Me tone të ashpra dhe shumë e revoltuar, Selina përballet drejt për drejt me Mirin dhe i thotë se ai është manjak dhe se sjellja e tij brenda shtëpisë është e papranueshme. Ajo shprehet se për një kohë të gjatë kishte zgjedhur të heshte dhe të mos reagonte, por tani thotë se nuk mund të tolerojë më atë që sipas saj është një sjellje e papërshtatshme dhe e pandershme. Selina vazhdon duke thënë se Miri nuk meriton asgjë dhe se sipas saj ai nuk ka treguar respekt ndaj askujt brenda shtëpisë. Ajo shprehet se tani më në fund dhe kupton se çfarë personi është ai në të vërtetë dhe se është zhgënjur shumë nga sjelljet e tij. Ajo tregon se dikur kishte besuar tek ai dhe kishte menduar se ai ishte një person i mirë, por me kalimin e kohës thotë se ka parë një anë tjetër të tij që nuk i pëlqen.